Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga pagjumësia, ky është sekreti si të flini për 1 minutë. Nëse ndjeni në stres dhe nuk mund të flini, kjo gjë ndikon shumë keq në jetën tuaj. Gjumi i mirë është cilësi i shëndetit të mirë të njeriut. Një instruktore jogas ka treguar metodën 4-7-8, e cila është shumë efikase dhe ju mund të bini në gjumë për 1 minutë të vetëm. Gjithçka çfarë juve do t'ju duhet është të merrni frymë me anë të hundës për 4 sekonda. Mbajeni frymën për 7 sekonda. Lëshojeni frymën ngadalë me anë të gojës për 8 sekonda. Mund t'ju duket një ide krejtësisht e çmendur, por në fakt ka efekt 100%. Kjo është receta edhe më popullore të cilën ju mund ta përdorni kundër problemeve të pagjumësisë. Stresi i përditshëm ka një ndikim në orët dhe në cilësinë tuaj të gjumit. Nga ana tjetër, pagjumësia mundet që të shkaktojë probleme serioze në shëndet. Ndaj, orët e pushimit të natës duhet që të kthehen në prioritet për çdo i cili ka orë të lodhshme pune. Ata që kanë probleme me pagjumësinë mund të provojnë çajin me banane të zjera. Bananet së bashku me lëkurën e tyre janë të larta në magnez dhe njëkohësisht në kalium. Magnezi është jashtëzakonisht i dobishëm, sidomos në rastin e çrregullimeve të gjumit dhe ai njëkohësisht siguron edhe qetësi. Siguroni që të përdorni 100% banane organike, të cilat janë të pastra nga kimikate dhe pesticidet. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një banane organike, një tenxhere të vogël me ujë dhe një shkop kanellë. Së pari priteni skajet e bananes, zhvisheni atë dhe vendoseni në një tenxhere me ujë të vluar, së bashku me lëvozhgën. Lëreni të vlojë për 10 minuta dhe pastaj kalojeni në kullesë. Shtoni pak kanellë dhe pijeni para se ju të shkoni për të fjetur. Frutën e mbetur mund ta përdorni për të përgatitur një ëmbëlsirë të shijshme. Çaji me banane është një mënyrë shumë e mirë edhe për të trajtuar problemet me gjumin. Është plotësisht natyrale, e sigurt dhe e dobishme. Këto janë pijet që ju mund të konsumoni për të fjetur gjumë sa më të qetë. Gjumi cilësor është një nga gjërat më të rëndësishme për shëndetin ton dhe një gjumë i qetë dhe i mirë, sidomos gjatë natës, është po aq i rëndësishëm sa ne të ushqehemi shëndetshëm. Fatkeqësisht, shumë njerëz po luftojnë me mungesën e gjumit, por edhe me pagjumësinë. Në mënyrë që trupi juaj të pushojë dhe të mbush bateritë e tij për ditën e nesërme, i nevojiten mesatarisht 7 deri në 8 orë gjumë të patrazuar. Ajo që ju pini para gjumit mund të ketë një ndikim, edhe nëse jeni në gjendje që të bini në gjumë, do ju rekomandohet disa pije të cilat do ju ndihmojnë të flini menjëherë sapo ju të vendosni kokën në jastëk. Ujë. Pija e parë e disponueshme për të gjithë është padyshim uji. Shumë njerëz mbajnë një shishe me ujë pranë shtratit të tyre dhe kjo nuk është pa arsye. Uji nuk ka sheqer, shohan etjen dhe njëkohësisht nuk përmban kalori. Rekomandohet që të konsumoni më shumë, sidomos gjatë ditës, në mënyrë që të mos zgjoheni duke shkuar në tualet në mbrëmje. Çaj bimor. Çaji bimor para gjumit do të ketë një efekt qetësues në trup. Veçanërisht rekomandohet çaji i borzilokut, i cili ul nivelin e hormonit të stresit, kortizolit. Kamomili, çaji valerian dhe po ashtu nenexhiku janë të përshtatshëm për një gjumë sa më të qetë, relaksim dhe lehtësim të stresit. Qumshti. Qumshti ngrohtë para gjumit është jashtëzakonisht efektiv, edhe pse kjo nuk është një pije preferuar për shumë njerëz për të ulur shijen e laktozës, ju mund të përzieni në të një lugë çaji mjalt, karafil
kanell ose shafran të Indis, i cili ka një efekt anti-inflamator. Lëng qershie. Lëngu i qershisë pa sheqer ndihmon njerëzit të cilët sigurisht vuajnë nga pagjumësia. Një studim i kryer me gra 50 vjeçare tregoi se ato të cilat pinin lëng qershie të paktën 2 herë në ditë arrinin që të flinin 84 minuta më shumë se ata që nuk pinin. Qershitë po ashtu janë të pasura edhe me përbërës të cilët janë të lidhur me një gjumë të shëndetshëm. Ndërkohë, një shqetësim i zakonshëm i cili prek shumë njerëz vazhdon të mbetet pagjumësia. Nëse jeni dhe ju një ndër ta që vuani nga ky problem, në fakt ekzistojnë edhe disa ushqime të caktuara të cilat do ju vinë juve në ndihmë për të trajtuar pagjumësinë, si edhe të ndihmojnë të bëni një gjumë sa më të qetë. Këto janë ushqime të cilat mund t'ju ndihmojnë ju me gjumin. Salmoni. Sipas ekspertëve, peshku yndyror, veçanërisht ai i salmonit, është i pasur me acide yndyrore omega-3 dhe vitaminën D, një kombinim i dobishëm për trajtimin e pagjumësisë pasi ndihmon në prodhimin e serotoninës, e cila është provuar se nxit gjumin. Bajamet dhe arrat. Bajamet gjithashtu janë të pasura me melatonin. Ato nga ana tjetër janë të pasur edhe me magnez, kalcium, minerale të cilat relaksojnë muskujt. Arrat po ashtu kanë veti tërësisht të ngjashme, duke qenë se ato përmbajnë edhe triptofan, një aminoacid i cili shkakton gjumin. Çaji bimor. Sipas ekspertëve, çaji i kamomilit përmban doza të larta të flavonëve dhe apigenin. Nga ana tjetër, flavonet zvogëlojnë inflamacionin që shkakton gjumin dhe nga ana tjetër apigenina është një antioksidant i cili promovon përgjumjen dhe zvogëlon efektet e pagjumësisë. Lule pasioni po ashtu njihet për efektet e saj mahnitëse që promovon përgjumjen dhe zvogëlon efektet e pagjumësisë. Lule pasioni njihet gjithashtu për efektet që ka ndaj pagjumësisë, ankthit dhe dhimbjes. Kivi. Një studim tregoi se kivi gjithashtu ndihmon që ju të flini më mirë dhe të bini në gjumë më kollaj. Besohet se niveli i lartë i serotoninës i pranishëm të kivi është pikërisht arsyeja kryesore pse janë kaq të dobishme për pagjumësinë. Orizi i bardhë. Sipas ekspertëve, për shkak të nivelit të lartë të glikemisë, orizi promovon një gjumë cilësor. Një studim tregoi se të rriturit të cilët bënin një gjumë më të mirë kishin konsumuar produkte me indeks të lartë glicemik gjatë vaktit të mbrëmjes. Qershi dhe lëng vishnje. Qershitë janë të pasura me fibra, antioksidant, vitamina dhe fal këtyre vetive ata mund të luftojnë edhe pagjumësinë, ulin inflamacionin dhe rrisin nivelin e melatoninës. Bollgur. Tërshëra përmban edhe triptofan. Gjithashtu ajo është e pasur edhe me vitaminën B3, e cila ndihmon në prodhimin e serotoninës. Kjo vitaminë është një mburojë mrekullueshme, sidomos kundër nivelit të kolesterolit, dhe gjithashtu ajo është një antioksidant i shkëlqyer. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.